Operacioni policor i zhvilluar nga blut e Tiranës janë munduar që mos të bie në sy dhe mos të tërheqin vëmendjen e personave të dyshuar të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ka qenë fillimisht është e çuditshme, por janë manovra që përdor dhe vetë policia e shtetit. Ka qenë fillimisht policia rrugore e cila ka ndërhyrë, pra duke thënë me justifikimin e bllokimit të rrugës dhe vendparkimin e furgonit. Menjëherë sapo është rrethuar pra nga policia rrugore, më pas ka ndërhyrë forcat e tjera dhe agjentët e kriminale të policisë e Tiranës, ku me pas kanë sekuestruar furgonin dhe armët që janë gjetur brenda dhe pranga, siç është raportuar, ka rënë 34 vjeçari Eugert Cino, ndërkohë janë shpallur në kërkim 2 persona të tjerë, bashkëpunëtor të këtij të fundit të paktën të dyshuar kështu nga grupi hetimor. Eugert Cino në fakt është marrë dhe gjatë mbrëmjes së djeshme në pyetje nga hetuesit e policisë e Tiranës, i cili ka mohuar akuzat duke thënë se nuk ka lidhje me trafikun e armëve. Fugoni në fakt mjeti pra në të cilin ka qenë i parkuar në afërsi të rrugës Muslim Shyri, ku është bërë dhe operacioni ku janë gjetur sasitë e mëdha të armëve, është në emër të tij, por ai thotë se nuk e ka idenë se kush i ka futur armët brenda fugonit i cili ndodhet i cili pra shpron e tij dhe në afërsi të banesës së këtij të fundit.